Si duhet ju besojnë juve? Ky është 3 minutë që juaj. Atëherë faleminderit edhe një herë. Unë përshfrytëzoj rastin fillim që të gjithë bashkë të punojmë më shumë edhe të angazhohemi me rastin e fillimit muajit ndërgjegjësimit ndaj kancerit grave. Është e dhimbshme, është gjyna me teknologjinë edhe shëndetësinë që ka avancuar deri sot, nëse ne nuk bëjmë më shumë në këtë drejtim. Kamenica është prej komunave me rënien më të madhe të popullsisë, janë disa arsye, njëra është ndryshimet demografike, lëvizja fshat-qytet, edhe tjetra është që kufizohemi me Serbinë, ku nuk ka pas qarkullim dhe kemi mbet si zonë qorra. Na këtë mandat, 4 vitet e ardhshme, 10 vitet e ardhshme, matutje duhet me synu që Kamenicën me bëhet destinacion, duhet me qenë kreativ, me pas ide konkrete, se si kemi me mujt me pru vizitor atje. Në këtë drejtim, çka është me rëndësi është turizmi malor, na e kemi një prej vendeve me bukurit më të mëdha natyrore, nuk ka degradu ende si pjesë tjera të Kosovës, po ashtu kultura, traditat e gjitha tjerat e ka një potencial të madh për turizmin malor edhe pjesë të bukura të asaj pjese. Po e them, ka komuna shumë të vogla, si për shembull komuna Mamurës, që ka ide shumë kreative si festivali domateve së Patligjanit, që ka arrit me pru vizitorë edhe prej Turqisë e vendeve tjera, edhe në komunën e Kamenicës duhet me bëjë gjëra të tilla. Tash qysh konkretisht kemi me synu në Ballkanin Perëndimor me qenë një vend bio destination ose green destination, që këtu edhe munden me u kombinu, ku edhe ka me pas vizita edhe kemi me u identifiku si komuna me energjinë ripërtreshme më të madhe, po ashtu edhe me gjitha veprimtari tjera që kanë të bëjnë me materiale eco-friendly e gjithë tjerat. Qa është me rëndësi, është edhe zona ekonomike, duhet me u bo atje në mandatin e kaluar sa patëm qenë kemë fillu ndryshimi qeverive dhe pandemia nuk është bo asgjë në drejtim, po na jem komuna me qasin më të afërt në korridorin 10, as 20 km në Bujanovës nuk është koridori 10 fillon prej Greqisë, shkon në Budapest e vjen në tutje me procesin e zgjerimit edhe procesin e Berlinit në 2030 në këtë parashikimit janë që na me qenë pjesë e tregut përbashkët evropian. Sipas Komisionit Evropian, parashikimi për zhvillimin ekonomik për Ballkanin Perëndimor është mbi 10%, kështu që na duhet me shfrytëzu çdo kapacitet. Ka me qenë një zonë ekonomike në Hodanoc edhe Tomarovsk në atë pjesë ku prodhues kanë me qelë kanë me u hop fabrika që e kanë synim tregun evropian, e përparësia jonë është fuqia më e lirë punëtore edhe mosha më e re. Çka e vlen me përmend që kemi me ndërprej keq menaxhimin edhe keq përdorimin. Nuk ka kuptim një fëmijë i regjistruar në shkollën Fanoli me fillu e me përfundu shkollimin fillor edhe të mesëm prej klasës 1 deri 9 e mos me shiju kur shkollën Fanoli, e nuk ka kuptim as një punëtor me 2 vite përvojë me bërë Range Rover më vlerë 50.000 euro. Faleminderit shumë, një të di kastratin. Koha